Zoti Pietra, si e keni parë aksionin e fundit të SPAK-ut sa i përket goditjes në rastin e aferës së portit të Limionit, që është një çështje mjaft e njohur në fakt, ku raportohet edhe nga media se është bastisur banesa e biznesmenit Artan Dulaku? Ti referon asaj, themi që SPAK-u është shumë vonë dhe më bën përshtypje pse ka zvon pra për të goditur një që dihej në atashin publikisht. A mos janë shqiptarët, apo janë të huajt atyja që ja kanë diktuar për fillimin e kësaj. Sepse në si vend në botë nuk noll që të pronat e ushtrisë pa u dekastifikuar, nuk mund të shpërndahen, nuk mund të shiten, nuk mund të jepen biznesmenve. Pra, kjo ka ndodhur në shumë shtetet e Europës, ka ndodhur në Amerikë. Në Amerikë thotë që të gjitha këto se ka ndodhur atje, por janë marrë dhe janë dhënë vetëm për muze, shkolla, spitale, për këto arsye. Ndërsa në Bullgari janë dhënë dhe janë marrë, janë kthy mbrapsht. Pra, është gjykata e llogarive ajo që bën veprimet mbi bazën e këtyre. Duhet parlamenti, duhet qeveria e Shqipërisë që të miratonte këto veprime të tyre. Por, si duket, këta janë një bashkë dhe kanë përdorur gjithmonë ta emrat e biznesve, 2-3 biznesmenve që merren me ndërtimet dhe kanë pjesë të veta mend dhe nuk mund ta cenojnë asnjëri, pra në parlament nuk mund ta cenojnë biznesmenin sepse ai është krejt komod dhe tallet me ta më mirë me thënë, sepse lekt janë të atyre. Kjo është thjesht figurë e cila për mendimin tim ka ngel aty, sepse është marrë me biznes dhe janë besu lekte e politikanëve shqiptarë. Si është e mundur që janë vendosur në rresht për një, duke nisur edhe nga Bajram Beka që ka firmën atje, por edhe ministra dhe gjithë qeveria në funksion të këtij biznesmeni për t'i kaluar pronat e ushtrisë në pronë të këtij biznesmeni. Pra, një rast që është denoncuar dhe nga zoti Artur Meçollari. Ligji e përcakton shumë mirë dhe shumë saktë, sepse duhet marrësh miratimin e gjithë institucioneve për të bërë një veprim. Këta bëjnë veprimin, pastaj i firmosin. Dhe rasti konkret, presidenti nuk ka, e thot ligji, nuk ka lidhje me shitjen e pronave. Ato do t'i kalojnë nëse do ishte e nevojshme vetëm institucionit i cili merret me pronat e ushtarake, të cilat i administrojnë vetëm me vendim të parlamentit ose të gjykatës llogarive. Tani në Shqipëri nuk kemi një gjykatë të llogarive, por kontrolli i lartë i shtetit duhet që menjëherë të fillojë hetimet e veta dhe të bëjnë punën e tij për sa i përket pronave të ushtrisë. Pra, pronat e ushtrisë është shumë domethënëse. Pavarësisht se ata i kanë marrë me një afat ose me €1, ose me një afat 100 vjeçar, 99 vjeçar, por e dihet që këto prona janë prona të cilat nuk mund të merren aq lehtë. Pa patur, me qenë se ne jemi dhe pjesë e NATO-s, duhet merret konfirmimi. Tu janë bërë gjitha të veprime në kundërshtim. Por unë mendoj që jo pa qëllim, pra ka filluar SPAK-u punën e tij, por të diktuar nga jashtë, nga institucionet ndërkombëtare, jo institucionet shqiptare. Sepse institucionet shqiptare i kanë mbuluar deri tani. Zoti Pietra, të kalojmë pak në raportimin që kreu i SPAK-ut Altin Dumani bëri në kuvend, konkretisht në Komisionin e Ligjeve. Ju si e keni lexuar këtë raportim dhe çfarë ka bërë realisht SPAK-u deri tani? Edhe kjo, pra, mban peshën e institucioneve ndërkombëtare. Thirrja e Altinit ose shkuarja e Altin Dumanit në Amerikë kishte një qëllim dhe siç duket një nga këto detyrat ishte edhe kjo historia
e kësaj çështje, që tashmë këtë çështje automatikisht vetëm se vonon, por ama nuk e harron Amerika këtë çështje, sepse të ndërhysh në institucionet e më sekrete të inteligjencës do të thotë që pra një kryeministër ose një person në Europë arrin të kompromitoj, arrin të bëjë ca veprime të cilat ai mund të ketë marrë edhe shumë informacione të tjera që me ndofta dhe kanë frikë ndërhyrjen e Ramës në këtë çështje, sepse Rama nëpërmjet tij mund të ketë informacione të paimagjinueshme. A mendoni se Dumani ka marrë garancinë dhe mbështetjen e fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vizitën e fundit që kreu atje për të çuar përpara dosje shumë të nxehta dhe një ndërto është edhe ajo e Charles McGonigal, ku është i përfshirë dhe kryeministri Edi Rama? Po këtë thash, sapo e thash, pra ideja është që në këtë dosje, pra duhet ketë marrë informacione të tjera Rama, dhe këto informacione mund t'i ketë tepër sekrete për të përballuar me drejtësinë, në qoftë se gjithmonë drejtësia do vënë veton në këtë ligj. Dhe ky veprim nuk është veprim i pamenduar i mirë i Ramës. Dhe prandaj Rama arrin kështu i qetë, sepse ka informacione të cilat mendoj që mund t'i bëjnë publike në dëm të Amerikës. Dhe aty ne u duhet me një herë, në qoftë sa gjë, që të nërmarrin veprime që në qoftë se gjithmonë, arrestimi i tij, atëherë i mëngojnë gjithë institucioneve dhe nuk është e mundur. Dyshimet i ka dhe Amerika për këtë rast, sepse vetaj nuk ka dhënë informacione se çfarë ka biseduar me Ramën apo me njerëzit tjerë gjatë kësaj kohe. A mendoni se SPAK do të vijojë në të njëjtën linjë goditje dhe kapaciteti edhe pas ikjes së Altin Dumanit? Po SPAK-u nuk më thot mendja mua që ka lidhje fare, ky është emër SPAK formalisht, nuk është se ka se ata prokurorët janë, dhe një pjesë e prokurorëve aty janë vetëm kukulla dhe janë prokurorë të ushtar të qeverisë Rama. Dhe nuk është se kanë ndonjë inteligjencë për sa i përket rastit. Ata thjesht do vazhdojnë, do munohen që të zbatojnë ligjin, por do munohen edhe ta shmangin ligjin me urdhra politike, në qoftë se gjithmonë. Kjo është e rëndësishme, kush prej tyre do ta ndjek procesin e Ramës, apo të qeverisë, apo këto proceset e ushtrisë, kush janë prokurorët që mund ta ndjekun. Aty pak prokuror ka si janë të pa bindshëm, sepse nuk i kanë lënë të bindurit, asnjëherë i kanë larguar nga vetingu nëpërmjet formave tyre. Dhe jo pa qëllim rrinë të qetë sot ata jashtë rrugëve të Tiranës, sepse e kanë të sigurt, sepse nuk mund t'i arrestojnë për arsye të bizneseve, për arsye të konfliktit interesit, për arsye të tjera të cilat populli i din dhe ne nuk i dim as mirë sa i din populli. Si mendoni, a do ketë goditje nga ana e SPAK-ut në nivelet larta të qeverisë, por edhe në radhët e opozitës me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK-ut? Tani me ato që janë diskutuar dhe folë, sepse këta kuptohen se cilat janë çështjet më të nxehta, pra, dhe kjo pranaj varet nga prokurori i çështjes i cili do e marrë ose do i caktoj, por po donë këta për ta kontrolluar mirë situatën, bajnë me short elektronik dhe jo me ndarje, se kush do jetë personi për në qoftë se do të ketë, ose mund ta ketë filluar një nga prokurorët me kohë dhe mund të ketë 2 vjet, 3 vjet që e mban çështjen pa emër, por ama në nënhetim. Dhe mund të jenë edhe prokurori vetë, ose mund të jetë caktuar prokurori i cili do myll dhe do grisë akte, por për sa i përket çështjes të Amerikës, ata nuk mund t'i myllin, nuk mund t'i fshehin. Ndërsa për çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin në qeveri, automatikisht ata i fshehin se s'e kanë problem fare.